Në fakt, teknologjia nuk është vetëm e domshme, mund të jetë edhe e dobishme. Ajo që ka vjen fjala në këtë rast është shikimi i filmave të animuar, të cilët e përmbajnë gjuhën standarde. Në qoftë se bëhet me një sasi të caktuar ditore, për shembull 20 apo 30 minuta në ditë, e ka një film të vizatuar që e përcjell me epizode, dhe aty e kemi një gjuhë të modeluar, duhet të dimë se fëmijët më së shumti marrin përmes modelimit sesa përmes udhëzimit bënja kështu sa ashtu. Andaj në këtë kënd, filmat animuar që përmbajnë gjuhë standarde janë shumë të dobishëm për shkak se vinë me javë me muaj duke modeluar një gjuhë të pastër tek fëmia. Mirë po, duhet ditur se televizori nuk është i dëmshëm siç mund të jetë përdorimi i telefonit, mirë po edhe shikimi i televizorit duhet që të ketë një mas të caktuar se sa fëmijët e përcjellin, për arsye se në qoftë se kalohet në shumë shikim të madh të televizorit, mund të shoqërohen edhe disa faktorë me këtë çështje dhe të vi deri tek ajo që quhet vonesa në të fundit. Si e shpjegoni problemin në lexim dhe në mësim tek fëmijët? Problemet në lexim dhe në mësim janë problemet të cilat e kanë një moshë më të lartë se sa problemet në shqiptim të shkronjave apo problemet në rrjedhshmërinë të folërit. Përkatësisht, klasa e 3, mosha 8 vjeçe është mosha ku mund që të brengosemi në qoftë se fëmia është shumë brapa në kuptimin e shkronjave, në dallimin e formave të ngjashme dhe të kundërta me njëra tjetrën, ka problem në ngatrimin e rreshtave kur lexon, ka hezitim që të lexojë para të tjerëve. Në qoftë se ka rrinë moshën 8 vjeçë dhe i ka këto probleme të theksuara, atëherë është mirë që të bëjmë një vizitë tek logopedi për të parë në qoftë se ky problem e kalon, vjen patologjike dhe konsiderohet disleksia apo është thjesht problem që ka nevojë të punohet përgjatë orarit mësimor me fëmijën. Po ata fëmijë që kanë pasur në sulm, domethënë truose në aksidente dhe kanë problem të folur, si shpjegohet, a kanë shërim ose mjekim? Po, në fakt, problemet me bazën e trut që quhen afazione mund të ndodhin edhe më shumë tek njerëzit e rritur, po edhe tek adoleshentët, për arsyen që janë më të rritur dhe kanë më shumë dinamik, më shumë lëvizshmëri. Dhe e njëjta gjë në fakt mund të ndodhë edhe tek fëmijët nëse pësojnë ndonjë aksident apo ndonjë rënje me kokë apo diçka e tillë, dhe gjithmonë problemet që janë me bazën e tu janë problemet që morrin një periudhë më të konsoliduar për trajtament të suksesshëm, për arsyen që e kemi një bazë neurologjike e cila fillimisht ka nevojë të shkojë tek profesionisti neurolog, më pastaj në qoftë se është fëmijë edhe tek pediatri, më pastaj mundet edhe të ketë nevojë të shkojë edhe tek psikologu për anën psikologjike të tij dhe më pas kalon tek logopedi në qoftë se pas ka pas sukses në këto stadë dhe ka mbetur e folura e fragmentuar apo është humbur tërësisht, siç ndodh në disa raste. Në këtë rast është shumë e nevojshme që të bëjmë një konsult me logopedin dhe të marrim disa këshilla dhe informacione nga një profesionist dhe të përcaktojmë orarin javor dhe ditor se sa ka nevojë që të ndjek trajtament që rikthehet e folura.